Tek të rinjt, do ftojnë e bënjum një të ri, student në Holland, zotin Alessandro Gjufi. Mirëmbrëma dashur vëllezër dhe motra, demokrat dhe demokrate, shqiptar dhe shqiptare. Sot zemra mbushet plot me mall, sepse shoh ju, shoh fytyrat tuaj, shoh sytë tuaj, shoh një popull që ka vuajtur shumë, por që kur nuk është dorëzuar. Ju jeni populli i lirisë. Ju e dini që liria nuk dhurohet, por fitohet. Dhe çdo herë që vin në Shqipëri dhe flas për politik, dëgjoj gjithmonë një fjali. Fajin e ka Saliu. Fajin e ka Saliu. Po si mund ta ketë fajin Saliu? Paramendoni një gjë o popull. Kur unë fillova shkollën fillore, Edi Rama ishte kryeministër. Kur unë vazhdova gjimnazin, ai prap ishte kryeministër. Dhe tani që jam në universitet, ky prap në kryeministër. Po tani veç ndasëm ta kem, se është bërë qesharake kjo punë. Një fëmijë rritet, një brez plaket, një vend vdes, ama pushteti nuk ndryshon këtë vend. PD-ja ka qenë erën e fundin pushtet kur unë isha 6 vjeç. Edhe këta ju thonë, fajin e ka PD-ja e fajin e ka Saliu. Po, a ju thirrni mendjes? O popull, o njerëz, po këta jo vetëm që ju vjedhin, po ju shajnë, ju dhunojnë, dhe çdo ditë ju poshtërojnë. Po fajin e ka Saliu, ha? O shqiptar, po ju lën pa bukë, po ju lën pa punë, po ju lën pa shtëpi. Po ju detyrojnë që t'ikni në kurbet. Po fajin e ka opozita, ha? Thjesht kështu. E ndjeni çfarë gënjeshtër përsjell propaganda komuniste në këtë vend çdo ditë që na 45-a. Tani, në historinë tonë kombëtare, ju duhet dini diçka dashur vëllezër dhe motra, që armiku jon kryesor s'ka qenë as turku, as greku, as serbi, po shqiptari vetë. Heroi ynë kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeu, u tradhtua pikërisht në nipi i tij, Hamza. E po, ju duhet dini diçka tjetër, që ne jemi ai populli i Isa Boletinit dhe Ismail Qemalit. Ata janë populli i Axhi Qamilit. Ne jemi populli i Mithat Frashërit dhe Abbas Kupit. Ata janë populli i Mehmet Shehu dhe Enver Hoxhës. Ramaik! 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 E po, dashur vëllezër dhe motra, ne jemi ai njëjti popull që para 35 viteve patëm atë kurajon dhe dolëm shesh në këtë ditë të shenjtë dhe odhëm poshtë statujon e Enver Hoxhës. Po ndërsa këta tjerët, po ku ishin? Fshieshin si minj, frikacak, në blok. Po pse kanë dalmacet, po vlla? Po e dini pse bënin këtë gjë? Pse fshieshin si minj? Po kishin frikë na ju, kishin frikë na populli, kishin frikë që do t'u kërkonit llogari për 40 vjet komunizëm, 40 vjet diktaturë. E po, problemi i kësaj race politike, ju duhet dini, është që ata mendojnë që jemi gjithë si ata, që jemi shpirt lig si ata. Por gabojmë. Ne nuk jemi këtu as për akmarrje, as për urrejtje. Ne jemi këtu për drejtësi. Ne jemi këtu për dinjitetin ton njerëzor dhe kombëtar. Edhe unë si Alessandro Gjufi jam krenar që jam shqiptar. Ama më thyet zemra kur vin këtë vend dhe shikoj këto pallate madhështore, por që jam bosh. Ama më thyet zemra kur vin këtë vend dhe shikoj këto shtëpi të zbrazura, këto qytete pa njerëz, pa të rinj. Ama më thyet zemra kur vin këtë vend dhe shoh në parlament, për të cili mira shqiptar kanë vënë jetën me Zeqinen dhe Sara Milën që zgërdhjen me njëra tjetrën. Ama më thyet zemra kur vin këtë vend dhe flas me brezin tim që nuk ka më asnjë ëndër, nuk ka më asnjë shpresë, duke ndjekur të vetmin modelin atit gangsterit. Po si mund të mos ta ndjekin
këtë model, ku ne gangsterin e kemi atije. E po, do të them një gjë të fundit, dashur miq. Gjyshi im më ka lënë një amanet, edhe kam këtu me vete. E ka shkruar në një letër, i ndjeri gjyshi im, edhe këtu më ka thënë: "O Aleksandro, mbaro shkollën e lartë dhe ktheu në Shqipëri." E po, dashur miq, e po, dashur vëllezër dhe motra, e kuptoni që s'ka as bir prokurori, as bir sigurimsi që mund dal as mua, as secili prej jush. Sepse Shqipëria nuk është e tyre, Shqipëria është e jona, rroft Partia Demokratike, rroft Shqipëria, rroft populli shqiptar, Zoti ju bekoft, e hajde spori komunizmin, o burra! Rama ik! Rama ik! Të gjithë bashkë, Rama ik! Rama ik! Pas komunizmi! Ftojmë në këtë moment në podium një zonjë luftëtare, kryetare e Partisë Demokratike të Shkodrës, zonjën Eliona Shkreli. Mirëmbrëma, mirëmbrëma të dashur qëndrestare dhe qëndrestar. Mirëmbrëma të dashur guximtare dhe guximtar. Ju që sot shënoni histori, ju jeni heronjt që do të shënoheni me shkronja të arta në historinë e Shqipërisë. Ju që do të shporni diktatorin Edi Rama dhe regjimin e tij, të lidhur kokë e këmbë me bandat e krimit dhe me parat e drogës. Mirëmbrëma, i nderuar lider i Partisë Demokratike dhe i Opozitës së Bashkuar, profesor doktor Sali Berisha. Unë vi nga Shkodra e Lirisë. Unë vi nga qyteti simbol i revoltave të para antikomuniste. Jam krenare, sepse vi nga qyteti ku demokracia ka lindur. Jam krenare, sepse Shkodra ka qenë e para gjithmonë në lëvizjet antikomuniste. Por fatkeqësisht, Shkodra sot është e grabitur. Është e grabitur nga një person i cili është një hajdut i certifikuar, i pandehur nga SPAK, nga Benet Beci, i cili me bandat e krimit dhe parat e drogës grabiti Shkodrën, por Shkodra këtë nuk ja fal. Ai sot është një frikacak, pasi ka bërë zullumet, ka vjellur shqiptarët, dhe sot vjell Shkodrën dhe taksapaguesit shkodran, sillet si frikacak, si pabes, nuk arrin sot të shkoj në gjykat, fshihet. Benet Beci, ty nuk ka drin as bun që të lan. Sado që ti të fshihesh dhe të mbrohesh nga mburoja e regjimit, vendi yt dhe fundi yt tashmë është i vullosur në burg. Ai është i pari kryebashkiak që mban edhe postin e drejtuesit politik të Shkodrës, të qarku të Shkodrës, por fundi i tij tashmë dihet dhe ditët e tij në Shkodër janë të numëruara. Sot ne jemi këtu në 20 shkurt të dytë për të rrëzuar Edi Ramën, diktatorin e dytë, regjimin e tij që po vjell çdo ditë parat e shqiptarëve, ai që po shkatron familjen shqiptare, ky i pamoralshëm që po shfaros të gjitha vlerat e Shqipërisë që i kemi ruajtur me forcë në